Miqtë të mi, si që paralajmëruar edhe në fillim të emisionit, do të kalim bukur edhe me të ftuarit tonë, si që mësuar që në këtë emision të kemi mysafirët ndër më të mirët, por nuk do të mungojnë edhe gjatë kësaj dite. Jam i privilegjuar që në këtë emision, për herë të parë, të kem një njeri i cili ka lënë gjurmë shumë në kulturën tonë, sidomos duhet të jemi krenar në shqiptarët këtu në Maqedoni. Është një njeri i cili po të ndalesh, të rindëgjojsh këngët e tij, po të merresh me veprat e tij, e ndjen veten se në Maqedoni kemi njerëz të cilët kanë punuar për kulturën tonë. E ai është Sunaj Rahimi. Profesor, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që ndatë kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Ja vlen që t'ju kemi mysafir me gjithat bagazh që keni. Faleminderit për ftesën. Urnoni. Faleminderit. Profesor, si ndjesh? Mirë, faleminderit. Një vikendi juaj si është, si e kaloni? Po vikendin e kalojmë si shumica e shqiptarëve. Pak me familje, pak me fëmijët. Unë jam edhe gjysh për ndryshe. Shumë bukur. Ndonjëherë edhe me mesën time. Po edhe me shok, sigurisht, me shok të gjeneratës time, me këngëtar, me instrumentist, me rocker. Po edhe me poet. E diti se unë, përveç që më njohin njerëz në profilin e muzikës si Sunaj Rahimi, si krijuesi atyre këngëve hiteve të njohura të viteve 80-ta, 90-ta, Lulja kujtimit, Kauboj Xhema, Bientri Dahire, Qefini s'ka xhep, Balada studentit e ku e diun, mos i radhisim të gjitha. Unë edhe jam autori mbi 300 poezive, jam kryetar edhe i klubit të shkrimtarëve në Kumanov Jona e Karadakut, dhe e kam edhe një miqësi me këta njerëz, me krijues, me shkrimtar. Po, sigurisht se rri edhe me shkencëtar, rri edhe me ata të profilit tim, të profesionit tim, me profesor të universitetit, me cilët ashtu e bëj një lloj plani, herë me ata dal në kafe, herë me këta, ndonjëherë për vikend dalim edhe malit e ecim. Po besa të menaxhoj gjitha këto, prof Bagi, punë është, Bagi ko. Unë mendoj se pak edhe përvoja e ban njeri unë menaxher të mirë. Ashtu? Po e bojnë edhe vitet, se përvoja në për vite mblidhet, kështu që unë po tham tash kemi bë edhe ne një kështu grumbull vitesh të grumbulluara gjatë kësaj jete tonë. Edhe mendoj se na ka mësuar jeta se vikendet duhet mirë t'i shfrytëzojmë, mos t'i konsumojmë kot, po jeta është e shkurtër. Si është ai vargu, jeta kalon si një lum i shpejt. Ashtu. Zoti Sunaj, po sa përmendet emri juaj, rikthehet ajo nostalgjia gjithë atyve hiteve, shumë mirë përmende se me titull që mi përmendet këngëve, fillova më njerë ti disa sende të më kujtohen e disa këngë. Si ka qenë ai fillimi, se në Maqedoni apo në atë kohë ka qenë ndoshta mos them si tabu, po ka qenë shumë e rëndë të marrësh një guxim dhe të fillosh diçka nga ato që janë mësuar, të ndëgjohet një muzikë tjetër, po ti fillon që ti përshtatesh rinis, ju përshtatesh studentëve, nxënësve të cilët vetëm në ato kohra tuaja fillun të grupohen, të organizohen. Po shie, fillimet tona, fillimet e mia dhe të shokëve të mi janë vitet e 80-ta. Ne atëherë filluam atje në Kumanov si entuziast, si ashtu do djelmosha të rinj, cilët i përcjellin disa grupe në atë kohë që ishin të popularizuara sigurisht, për që i ndëgjonim Beatlesat, i ndëgjonim Rolling Stonesat, i ndëgjonim Deep Purple, Led Zeppelinat, ato grupet e famshme të viteve 70-80-ta. Dhe filluam kështu të frymëzohemi edhe ti idealizojmë, edhe idolizojmë ato. Në një farë mënyre si ti krijojmë idhuj prej tyre që ta fillojmë edhe ne ndoshta një iniciativë të tillë, ta bëjmë ndonjë grup, një kopje, me thonë e zbet e tyre. Edhe kështu filloi entuziazmi, pastaj edhe ishin ato grupe tjera, po flasim për vitet e 80-ta, kur për qenë s'ka pas ndonjë estradë, me thonë
të muzikës shqiptare as në Shqipëri, për rock muzikë gjithmonë po flas, muzikë zbavitëse. Ishin atje në Shqipëri për shumë disa këngëtar, por kryesisht ishte muzikë e lehtë, shlager që i thonë. Ndërkaq për rock muzikë, për këto grupe që i përmende, nuk ka pas në atë kohë, sa atje. Kishte disa grupe në Kosovë në atë kohë dhe filluan edhe këtu sigurisht, për shembull ishin grupe Telexi në atë kohë, Agromberisha ishte i ndjeri, miku jon, ndjes pas, shoku jon i muzikimeve të asaj kohe. Ata ishin pak ma të popularizuar se ne, ishin ma në mosh, edhe pak e shumë edhe kishin këngë të incizuara në ish Jugoslavina, në për Sarajevo, në për Beograd, Zagreb. Dhe ne si nxënës në atë kohë ishin frymzuar edhe nga ato grupet e atëhershme, për shumë nga Bjellodugme, nga Parni Valaki, nga Ribla Çorba, disa grupe të cilët në atë kohë ishin të popularizuar dhe deshëm ato ishin hite. Të vjesë nga një model të vogël, diçka nga një... Kështu ishte koha ta, shajdin. Po thamë, frymzimet ishin të pse mos ta bëjmë edhe ne të provën. Dhe kështu filluam ne, për shumë me shokët e mi, një grup, emrin i kishte grupi senatorët. Pastaj me kalimin e kohë se krijuam grupin Bohemët, ku unë ishna edhe gitarist, më vonë edhe vokalist i grupit këngëtar. Dhe mas një periudhe unë pak kur u pjeka dhe si këngëtar pak më shumë, fillova një solo karrierë timën ta bëj, si Sunaj Raimi dhe kështu filluam pas të incizimet në kohën kur isha unë student në Prishtinë, të ishin vitet 84-85 dhe në vitit 90. Ndërka që incizimin e parë unë për ndryshe e kam bërë në radio-televizionin e Prishtinës në ish Jugoslavina atër, në vitin 1988. Kjo ishte një këngë, një melodi e ime shumë sentimentale ku e kam kënduar me kitarë akustike, quhet Pse. Po një këngë sentimentale shumë e mirë. Dhe kështu filluan pastaj varg këngët, e bëra albumin e parë, pa nën, të dytin, të tretin, të katërtin, e u thurrën ato një nga një në atë gjerdanin e këngëve. Dhe maja u arrit me këngën Lulja e kujtimit, me Shishe Skenderbek Kunjak, disa, ashtu disa vargje. Po, e kanë mësu atë, dhe cila këngë jo Lulja me Shishe Skenderbek Kunjak. Ajo ishte viti 1994 dhe kështu pastaj vazhduan ato muzikimet, ato mramjet, ato festivalet, në për pjesëmarrje në për diskoteka, në për pubet të ndryshme, evenimente private dhe njerë organizonin njerëzit në thirrnin. Dhe kështu u bo edhe përvoja jonë, kështu u bo emri jonë, kështu popularizuam ne. Unë pa tjetër duhet ta theksoj edhe këte se përveç radio-televizionit Prishtinës në atë kohë që unë personalisht, po tham si Sunaj Raimi, i falenderoj dhe i kam borxh për këtë emër që e kam arrit, atë që e kam arrit sigurisht. E falenderoj edhe shtëpinë tuaj informative, radio-televizionin e Maqedonisë, që halon në atë kohë, do me thonë na kanë thirrë, biseduam me ty derisa pritnim atje në hall. Ishte viti shumë herët, do me thonë 1992. Kur unë e incizova kasetën e parë në atë kohë, s'kishte CD, nuk kishte incizime si sot, po ishin ato audio kasetet. Po edhe më patëm thirrë në emision, ishte një ndjenje veçantë, edhe unë ishtë në majri atër sigurisht. Me entuziazëm e me vullnet. Prishtinë pa ta dalë, disa herë, po ishte puna edhe këtu me na njohë njerëzit në Republikën e Maqedonisë, ku edhe jetojmë. Edhe kështu filluan, po thamë, u bën këtë ato hite. Pastaj filluan edhe mbi ndërtimet e tyre, për shumë kam pas rastet, themi, Luljen e kujtimit me bo edhe në bashkëpunim, ma vonë mas 20 viteve, atë keni këngën në YouTube, unë edhe Gjezajir Elezi, këngëtari, me kërkesën e ti e bëm edhe një remake, të kisha propozu që kur ta në emision brenda bisedës ku ta lishoja është edhe një spot i mirë, edhe një remake i mirë i këngës, mas 20 e sa vjetëve edhe sunoj që a e ka këndu ashtu apo se e ka këndu, edhe gjeza në stilin e vetë ashtu si këngëtari muzikës popullore. Unë mendoj se ka dalë bukur ajo edhe e zbukuron ajo emisionin. Siguri. Besom, prof, në mes shokve, kër e kam bisedu që dhe t'ju kemi safir për bes, emri sa e kom përment, e kanë kujtu këtë hit. Lulja e kujtimit me njerë më thanë, Sunaj Raimi që e këndon Luljen e kujtimit, është po. Ka qenë një hit që kalon vull, janë hitet cilët dëgjohen dhe do të dëgjohen edhe në tarmë. E ceke shumë mirë, po deshta pak ta një rikujtim të asaj.
Këto grupe në atë ko, disi janë dimu me zvete, nuk ka pat kjo gjelozi si kur tash. Sa gjeshi bashkëpunim, sa u knaqi kur u takoshi na për inqizime, ju kanë taku inqizimet e përbashkëta Kosovë, në Maqedoni këto? Një pyetje shumë e mirë dhe shumë inspirative për me shpjegu pak këtë fenomen. Tash, unë pak edhe kam deformim profesional edhe gjithmonë problemet i shkoqes edhe i trajtoj në mënyrë sociologjike, sigurisht, do më thonë se shikoj... Profesioni, ta ban. Profesioni e ban atë, sigurisht, kur e ushtron 30 vjetë një profesion, pa tjetër me asosiza, me atë dioptrime. Normal. Unë mendoj, Samet, se në të kaluarën për këtë kohë që po flasim edhe për artin muzikor që krijoj, sidomos pop rock muzikën që krijoj kështu, se unë e shpesher thëmë, pop rock muzikën shqiptare kanë bë shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, jo të Shqipnisë. Ashtu. Pop rock hitet më të njohura dhe të famshme që janë bë, nuk janë bë në Shqipni, janë bë në Kosovë dhe në Maqedoni. Shumë e vërtet. Tasha e pranon dikush ata, se pranon janë të regjistruar ato. Po, është të regjistruar, s'kemi ka i bëjmë. Edhe falë Zotit e ne jemi pjesë përbërse e qasoj periude, po më kupton? Se unë tash i kam 59 vjetë, nuk i kam 24 ose 20 vjetë kure kemi fillu këtë karierë muzikore, prej kësaj distance, kure shikoj, vi në këto konstatime që sa po i thati, se ne nuk kemi pas gjelozi me zveti. Jo gjelozi, nuk ka egzistuar si koncept, si term me zveti dhe ne me gjelozu. Thjesht, po një empati edhe një solidaritet pa pam. Nuk ka pas mundësi dikush prej neve, grupeve, se këngëtarëve me pas dhe një manifestim, ma dje dhe ndonjë regjistrim, për shembull në ndonjë televizion, themi, për ndonjë rast, a viti ri ka qenë, a qa ka qenë, asë një grupë si ka pas këtë instrumentet në atë kohë. Ishte kohë shumë e vështire, varfër ka qenë e kohë. Ne, për shembull, kur kemi fillu këtë me gitara të vjetruara. Me gitara që i kanë ra të tjerë, ka 20 vjetë, tek atër neve në bishë në dur. Unë asë njerë gitarë të rejnë atë kohë s'kam pas. Dhe jo unë, asë shok të mi. Ashtu. Se ishin të shtrejta gitarë. Mu gjindi që ish, po. Edhe çka bënim, për shembull, unë kur dilte një grup tjetër, një gitare kishim, po si kishin 3 gitara, shembull. Edhe i huazojshim, merret ti gitarën tim, kur dal unë e marr basiste e marr ti. Në këtë mënyrë tregojshim një solidaritet, një jo mitësi, po vllazëri me vetë, edhen. Po këtë e kemi bërë edhe kur ka pas nevojë, për shembull, edhe inqizime me bë. Tash për shembull është unë rri me këta njerëz non stop. Tash me thirr dikan eja bjeri gitarës me një tarif lyp. Ka që kam unë tarifën, edhe pse je shok me atë, nuk vjen pa lek. Në atë kohë pa lek e kemi bërë këtë. Unë shpesh ere thamë, këtë muzikë timën që kam kriju këtë veprimtari me 36 këngë të inqizuara që i kam të regjistruara në enti, në Zavod autorski muzički prava që i thë këtë enti për regjistrimin e mbrojtjen e drejtave autoriale muzikore në Maqedoni, ku jemi një 4-5 shqiptar këtë që i kemi regjistru këngët. E shoh për shembull se me kënaqësi kthej atë kohë sepse e ndjej veten se hala jam, si me thonë shpirt, qashtu solidar, si kur kemi gjithë. Asnjëri prej neve nuk është pasuru prej muzikës. Ne kemi qenë tamam, është një shprehje në sociologjit kulturës, lar për l'artist. Kur njeri o artin e ban për hatër të artit, për hir të artit, jo për para. Sa në mungon neve kjo, prof. Ne kështu kemi qenë. Unë po thamë, tash njerëzit e dini kanë bo villa prej muzikës, kanë bo dyqane, kanë bo banesa, stoli, ku ta di unë, kanë gjirologari, për që unë të maj me honorare që i marrin. Na nuk i kemi bëgë. Honorari jonë ka qenë që ashtë rrugën me pagu me kemi shku me një pizzeri, ka një pizze, ka një birre, kemi pi kaq. Ama kënaqësia ka qenë e madhe. Mitësia ka qenë shumë e sinqert, edhe entuziazmi shumë i madh me lanë diçka në trashëgimin ton, me thonë kulturore, artistike, edhe gëzona me këtë fakt që unë me shokët e mi, për që me kam lënë një trashëgimi. Jo vetëm unë si Sunaj Rahimi, po me Harejan, me Folejan, me Bohemët, me Didin, me Yjet, me disa grupe tjera, vetëm të Kumanovës, po flasim, cilët kemi kriju, tash po du dal pak nga modestia, jo vetëm hite, po këto janë me të vërtet mega hitet të cilët e kanë gjetë vetën në atë, si me thonë, atë
historikun e këngëve më të dëgjuara çka. Ju shikoni edhe klikimet e këtyre këngëve për shembull tona që janë. Prandaj tash nuk janë të paguar ato klikime, se sot edhe piblejnë klikime. Unë po flas gjatë kësaj periudhe, domethënë e kanë dëshmu veten, e kanë thy si aeroplani supersonik kur e shpërthen, si me thonë atë ombrellën e ajrit, apo del jashtë orbite, që ashtu edhe ne kemi dalë jashtë orbite, edhe kemi hyrë në antologjinë e këtyre këngëve zbavitëse shqiptare. Unë për shembull shpesh më njohin, sigurisht shumë njerëz më njohin si profesor, se tash këtë kam profesion unë, po shpesh kur e din se unë jam ai sunoj me shumë nostalgji, më shumë ata flasin për atë kohë, që me ty që po besoj se sa unë. Edhe më tepër ndëgjoj se sa flas, se e shoh se njerëzve ju kalon shumë nostalgji ajo kohë, se edhe ç'është e vërteta sa më të besoj se e ndan mendimin me mua dhe hitet më të mëdha të krejt muzikës zbavitëse, ndoshta edhe popullore, nuk gaboj nëse them, janë kriju në atë periudhë, vitet e 80-ta, 90-ta. Po ç'është e vërteta dhe hitet botërore më të mëdha janë kriju në ato vite. Shumë e vërtetë. Se di, është çudi kjo, Prandaj prof tash kemi ardhur në atë skaj ku këngëtar për fat keq nuk prodhojnë, po vetëm i stilizojnë pak themi, i rikëndojnë, pak i përpunojnë, po të gjitha ato hitet. Jemi dëshmitar edhe na përmbramje, ku komplet repertoarin e ka nga hitet të cilët i keni bë ju ma herët. A thua ishte ajo zemra e barabartë, zemra bardhësia, them, e të gjithëve që funksionon ke kjo prof? Po, unë thash, ndoshta... Du ta gjejmë atë sekretin ku ishte. Unë mendoj se ka qenë kjo, uria për me lanë diçka të mirë në trashëgimin muzikore. Me lanë, gjurë me lanë. Do me thonë, kur e dishim se për para neve nuk ka pas. Kjo është sikur ajo ndjenja e mësuesve të parë, di për me qelë shkollën e parë. S'kan pyet sa rrogë marrin. Apo? Po e kanë bë për historia e rilindasve çashtu shkollat e para shqipe janë. Edhe ne, do me thonë, ne kemi kriju grupet, kemi bo karriera, kemi lënë këngë, kemi kompozu gjithë natën, kemi nejtë, kemi hi borgjen atë kohë, për me inqizu, se inqizimi me para është bëha. Që mund na kemi bo këngë, pas kemi pas studio, bile edhe pak shqiptar në atë kohë ka pas. Realisht, ta themi unë, për shembull, kasetën time të pare, kam bo në studion e ati Bodan Arsovskit, ai është një basist edhe instrumentist i njohur të Maqedoni, antari grupit të famshëm këtu në Maqedoni, Lebisol, do me thonë, ai kishte studio për me inqizu mirë që është do, se ishtë një grupi njëri të ishtë Jugoslavia, ta hala aktiv janë. Edhe, po du të them, po kushtoj kjo jo? U desht me shku të daje me morë disa para borç, disa vetë që shtu me punu me biznesin në atë konë që shtu punojshim nga pak privat, edhe tërsa e banë më të parën, pasaj fillun që ashtu do honoraret vogla, pa tam sa për me mund pak me investu, me blena i gitar, me blena i zmadhus të mirë, pak ndoshta me blena dhe një garderobë, se na thirëshim në për televizioni, shkoshim në për koncerte, në për festivale, sigurisht pak du të edhe lukët mi kushtu rëndësi. Po tham, ishte një kohë, unë e tham, spirituale, shpirtërore ishte, kur kjo ishte vlera kryeso, nuk ishte materiale. Unë e shokë çka i kam, po tham, të gjithë çka i njoh, asë njëri nuk janë pasuru, si kur do çka i njoh, për shumë muzikë zbavitëse, sot çka e, ose në rap, që kanë bo shumë pasuri. Mos flasim për në zhandrin popullor, që dim, do janë tash shumë pasur, janë pasuru. Ne kemi qenë larë për lartist, artin e kemi bovesh për art, edhe kështu po plakim. E bukur. Po të bësh hite, me ato tekstet bukura, tash është pak ma letë, them. Unë mendoj. E mund të vjesh ideja, mund të vjesh fjalë, mund të vjesh sendet, për shkak se i ke rjetet sociale, edhe mund të marrësh fjalë nga më të ndryshme, ndoshta edhe për një grupit në Afrike, në Amerikë. Por në atë kohë, disi ka qenë e pamundshme të hapesh kaq, por të bësh hite, ka qenë me të vërtet një përkushtim i madh, një mund i madh. Sa kjo ju merë ke kode, sa ishte e randë? Sheve, tash puna e artit është punë e lidhur me muzat. E ceke se natë e ditë kemi punu. Jo, pak është edhe me atë fantazin, me atë frymëzimin. Muzat janë ato krijesat të cilët e sjellin atë frymëzimin, artistik, muzikë, poezi,
në ardhë përgjithësi. Edhe unë mendoj se këtu tash secili e ka gjetë vetën, për shumë kush çfarë inspirimi ka marrë. Unë për shumë i kam marrë që ato inspirime edhe kështu e kam kriju identitetin tim. Po çka është e vërteta dhe çka është më me rëndësi, e tha edhe ti, ajo që e specifikon atë periudhë tonën kur ne kemi kriju në vitet 80-90 është ajo originaliteti. Kur secili prej neve merri krejt që to grupe që i përmenda kanë kriju, do me thonë edhe ato në Kosovë që janë, i përmenda këto grupe të në Maqedoni, po edhe në Kosovë, që kemi pas generate, disa për aty e shoke, kemi bo muzike, sikur Triksi, Velisaiti, Shemi Ferizajt, ose Minatori, TNT-ja, për shumë të Mitrovicës, ose Ilirët, Shemi këta me grupin e vetë, e disa të tjerë, 403, secili prej tyre kanë bo këngë originale të cilët edhe sot me ëndje ndëgjohen ato. Se përveç që kanë melodi të bukur të këndshme, kanë edhe tekste, kanë porosi të bukura. Këto janë, të tilla janë edhe këngët tona, edhe ne këto kur i kemi kriju, i kemi kriju në atë mënyrë që edhe këto na identifikojnë për shembull. Unë krejt këngët e mia që i kam bë me tekstet e mia. Dhe 80% të çatyre ngjarjeve në tekste janë ngjarje reale, qofshin tema, si me thonë, lirike, erotike për dashuri, qofshin, se unë kam edhe tema filozofike, sociologjike, kam edhe çështje politike kam trajtu atje. Në më thonë, koha si ka qenë, që ashtu dhe frymëzimin e kemi gjetë. Po, ajo shka mu më shqetëson, për shembull është se në këtë fundit edhe ka hub kritere dhe s'ka institucione të cilit po e mbrojnë këtë originalitet, me thonë, këtë autorsi të këngëve, që shembull për marrë vete. Se kjo ndodhë në këtë zhandret, sidomos në zhandrin populore, tash nuk dit as kush kujt pja merë kangën, kush kujt pja përkthen. Mu, për shembull, që për marrë lullën e kujtimit, e ka marrë, për shembull, ai këngëtari Labi që është, Labinot Tahiri që është, i Ferizajt i kajtë është. Asë më ka pyt, që mu i me dhonë gjygjë, për shembull, nuk e baja që, po munde me dhonë, se kam të regjistruar këngën time. E ka marrë edhe në CD e qetë, për shembull, teksti, muzika, Labinot Tahiria. Kanga, është e Sunaj Rahimit. Është e regjistruar, kam dokumente për ata edhe këtu në atë institucionin që thamë Shkup, për regjistrimin e kompozimeve. Po, shka është edhe ma e keqe, s'paku një telefon nuk e sjell edhe me mor leje, me thonë, a ban, se është kënaqësi kur dikush e merr edhe, po duhet me të pyet njerëz se kënga është e jotja. Njerëzit tu të ne harrojnë se ka dy lloje pronash. Ka pronë fizike, sikur që i kemi banesat, i kemi çantën, veturën, dyqanet, këto tokat, po ka edhe prona shpirtërore, prona jo materiale. Këto janë faktikisht qëto, janë këngët, janë filmat, janë poezit, janë tregimet e ndryshme, dikush janë romanet e ndryshme, skenaret e ndryshme për cilët dikush miliona tani krijon. Do me thonë, sikur nuk matë llogarisë sa duhet për këtë, edhe kjo e dëmton autorin, atë originalitetin. Sepse e merr, ndonjëherë edhe e prish këngën, tash kur t'ja mirësh lejen dikujt, dush me bo, mos mundesh me bo ma mirë se ajo s'pa ku bane nga të nivel. Se ka raste kur e merë jam ndron identitetin këngës. Apo, shembull kënga ashtu ti e ke bon me një zhandër, e ke përzi që ka dalën, cirkus ka dalë këngë. Cirkus, përbez ka shumë. Prof, është ajo fjala, është apo ajo rjeshti bukur tek lulja e kujtimit, këtë poezi e shkryj me marë dhe sigurisht poezit vazhdojnë pastaj të jenë pjesë edhe e pandarshme juj, duke na servuar edhe poezijat bukura. Na trego pak kjo tash na e lidhat ato tekstet bukura të këngave janë ai lloj i poezive. Samet, unë du ta pranoj një fakt që rrallë kam thënë, po e kam thënë. Unë shpesh kur bisedoj me njerëz kështu për profilet e mia, se unë zakonisht unë kam në fakt 3 identitete i kam kriju si Sunaj. Por që unë kam kriju një identitet si profesor Sunaj që më njohin, se qatë punë që 33 vjetë e punoj, në universitete këtu në Kosovë kam punu 10 vite, këtu 20 vjetë në Tetov që ta shem të nëna Teres, tu profesor i rregullt.
I përshëndes këtë studentët e mi që më shikojnë, sigurisht, se shpesh më thojnë profesor na përshëndes. Po sa e përcollom një student tuaj, që ishte pak më para mysafir në emisionin to? Po, një profil për që e kam bë edhe si poet. Tash jam edhe kryetarit i klubit shkrimtarëve, me shokët e mi botojmë libra, shkruajmë tekste kështu me radhë. Po një edhe si kantautor, si sunajra imi me këto këngë për cilët po bisedojmë. Megjithatë, para se mu bo profesor, unë kam qenë erë këngëtar. Kam bo, do me dhënë tregova, unë kam diplomu në vitin 1990 në Prishtinë. Ama 1988 në një kam bo incizime në Prishtinë. 1980 kam bo grup edhe kam fillu me performu. Për para se të bëhem unë profesor, kam qenë një rock këngëtar edhe instrumentist. Po për para se të bëhem një këngëtar edhe instrumentist, kam qenë një poet i vogël. Unë alon në klasën e 5, e kam një dekorat që ma ka dhonë shkolla fillore Baram Shabani, ku kam mësuar atje në Kumanov, shkolla ma e vjetën në qytet. O, dal nga dal na dule sekretet, se nga kanë dal këto tekstet bukura. Po kultivohen ato. Unë për këta, përveç e Zotit, i falenderoj, se talenti vjen prej Zotit, nuk mësohet në shkolla. Po i falenderoj dhe motrat e mija, dyjat, që janë profesoresha të gjuhës shqipe dhe ma kanë mësu pak, si me thonë, atë mënyrën si shkruhet e si thurët vargu, të dyjat edhe, do më thonë, më kanë ndimu edhe ata, që unë në fund edhe vetë të pavarësohem edhe të shkruaj dhe pa ta fitu vendin e parë në një konkurs qysh në klasën e 5 fillore në Baram Shaban. Konkurs në vendin e parë për një poezi. Edhe, po du të them, a di si është kjo një motiv për njerin, kur të shpërblejnë për diçka që atër e shetë se, po, unë qenë kësha më i mirëve për këtë punë. Edhe kështu fillun pasaj ato thurjet e vargjeve, unë edhe kam shkruaj shumë tekste edhe për kështu këngëtar tjerë, kam shkruaj për shumë për grupin Patika, ajo kanga e njohur që e ndini jo, edhe Macedonët e kanë ata, ne pravda që e knojnë, ne kemi e Shqip, pra që ka në grupi Patika, pa drejtësia është tekstim, unë ja kam bo ata, pa kedin njerë, Hares i kam bo grupit njohur, me thonë, të rock muzikës, me ato hitet legendare të Lute Marro, Leonora, vetëm 5 minuta, shokët e tonë. Edhe aty në i kam bo këngë, edhe ato, jo 1-2, për ka 5-6. Gjezair Elezit i kam bo, do këngëtar tjerë, populori i kam bo, do më thonë, kam shkrujt tekste vazhdimisht, po ashtu jam peri natyrës, unë e shumë nuk trumpetoj për ata. Di pa më parë momenti. E desh modest, prop. Pa nuk se di, tash, unë mendoj se aj që do me gjetë gjenezën e diçka, që burimin interesohet edhe e gjenë. Mu ka pas raste, për shumë, kur mu ka paraqit vetë një rejt, ape profesor, mëse ke shkujt beti këtë tekst, po jo e poshë ati suna, kur s'ke folë, do me dhënë e ka gjithë, në kaset shkru në zakonisht, autori, teksti, muzika, po unë se kam përmenda atë, se këngë e njërë, shumë e mirë ashtë dhe një këngë. Kështu që, po thëmë, kështu fillun ato, përveç teksteve të mijat, të cilët e kam kretë mijat, gjithmonë tekstet e mija i kam realizu, ju kam shkurt edhe të tjerve edhe mendoj se kam bë punë të mirë edhe aty. Tash e the edhe vetë, klubi i poetëve tash në Kumanov, atje si veproni, tash si rjedhin punë të zoti Sunaj? Po shife, tash ne, sa me atje në Kumanov e kemi këtë klubin që 33 vjetë, Jehona e Karadakut, që sigurisht e kënë dëgju. Unë ishe në televizionin tuaj para një muaj e mbajtëm një manifestim tradicional ne e kemi, takimet poetike të Karadakut e qumë ata. Me 11 mars e mojmë ditën e demonstratave atje. E mbulon edhe programi jonë shumë të në rasteve. Dini vazhdimisht, po edhe juftojmë ju, edhe kësaj here, po që ditë pse së nerdhet, po ju kemi ftu. Për ndryshe aty është një manifestim ndër më të vjetrit këtu në Republikën e Maqedonisë për shqiptarë po flasim, edhe ne nxjerrim edhe një revist, një organ të mrenshëm të klubit që quhet Doruntina. Do me thonë revist për kulturë, për shkencë, për artë, për muzikë, për letërsi. Çdo vjet ka 2 numra i nxjerrim, bojmë përzgjedhje çështu të tregimeve, të pjesëve të romaneve, fragmenteve, novelave, poezive, këngëve të ndryshme aty i botojmë. Edhe me këto faktikisht mundohemi që pak, si me thonë, me zbut klimën e vrasht që e ka imponu kjo periudhe kapitalizmit të pamëshirshëm. Ku njerëzit ashtë po një sociologji, njerëzit janë bo garus, kush ma shumë po fiton, kush ma shumë
po ha po pi, po blen vetura, po shkon në pushime ma shumë, do me thonë një stil, një uri mas jetës hedoniste, puro kapitaliste. Ama vlera po bjerë. Vlera po bje gjithsesi. Po harrohet kjo pjesa shpirtërore që thonë. Prandaj edhe s'ka këngë të mira, s'ka edhe tekste të mira, po s'ka edhe poezi. Nuk ka më poezi si kur dikur. Edhe ne tash mundohemi me këto shok tanë, për shembull që gjatë këtyre takimeve ti inspirojmë pak gjeneratat e reja. Na përveç që krijojmë vetë, do njerë edhe lexojmë orë letrare, të më thonë të shkrimtarëve, të poetëve të njohur, shqiptare, të huje, kështu me radhë. Edhe unë mendoj se bëm punë të mirë me këto, se çdo vit e mbajmë këtë manifestim, po edhe udhtojmë, shkojmë vazhdimisht i përcjellmi këto manifestime në Shqipëri, në Kosovë, gjithanej. Edhe prej këtyre teksteve dhe njerë dalin prapë, po thëmë me muzikë për lidhë, dalin edhe këngë të mira. Ta dish ata, shpesh për shumë, jo vetëm unë, po dhe shokët e mi që janë, ka këngëtar që e shes si tekst shumë i mirë, apo ma jep ta bëjnë një këngë, kanë marë, kanë dalë këngë. Ta shpohim shumë në detaje se ka shumë emna ka, sigurisht. Ashtu. Pastaj vazhdoj edhe, më them jetë akademike, por prandaj je i njohur nga gjithë gjeneratat, të ka rastis që të kalojnë shumë studentë për duar tuaj. Tash je edhe një profesor universitar, ku me të vërtet e ceke edhe vetë ke kaluar dhe për universitete ndryshme. 7 universitete deri tash i kam do. Si fillimi i asaj, prof, nga gjithë kjo jetë pak më ndryshe, të fillojsh thema jetë akademike, pak të disi, mos them se kërkon punë, se më vetëm të shkoni pregaditur, por sigurisht që ta jep një ndjes pak një më ndryshe nga ajo jeta që jeni mësuar pak më, një këngëtar, një njeri ku ke dash, ke qenë në mes ku ka qenë gjithçka në disponim dhe në atë nivelin më të bukur. Po. Shiko tash, puna e profesor Lëkut, sa është e bukur e mirë, autoritative dhe këndshme, ajo është edhe e lodhshme. Tash, po flasë për me kry punën si duhet. Unë gjithmonë mundohem që punën time ta kryj sa ma mirë. Kur po thamë sa ma mirë, jo vetëm me u bo një profesor papagall që vetëm i ligjeron me vite që ato ligjeratat e vete pa i ndryshu se pa fresku, po dhe me shkru diçka. Sigur që thash këngët, milionat, vijen e historikut të muzikës, që ashtu dhe në shkencë diçka me lonë. Na ndoshta gjithë, nuk jemi si profesor të Harvardit atje në Amerikë, po dhe na kemi një shkencë tonën, dhe na kemi bagazh, edhe na kemi të lexuar, edhe kemi një aftësi për me shkrue, me thurë mendime, me dhonë qasje originale tonë, edhe unë e mu këtë e kam bo, për shembull, gjatë tyre viteve, 33 viteve sa i bora si profesor i filozofisë dhe i sociologjisë, kam arrit, do me thonë, dikun 20 vepra mi botu. Prej tyre vepra shkencore, sociologjike, filozofike, muzikologjike, historike, letrare, poetike, kretë, për në më prej këtë këtune zhandreve i kam bo, edhe unë mendoj se puna e profesor Lëkut më ka ndihmu që edhe në fushën e muzikës, për shembull, por edhe në fushën e artit poetik, poezive, ta ngris pak atë nivelin. Për shumë, poezit e mija i njohin njerës, me njerës, sepse profesioni filozofi, sociologi, sa mi imponon do shpreje filozofike, sociologike. Do me thonë, deshta i përdore ato, vinë instinktivisht ato, si tila. Si kur në fjallorin tim, për shumë, që flasë ato. Njeri a di si thonë, me cilët alet o cilët vegla e ushtron profesionin që ato ma miri përdor. Ashtu. Edhe unë që ashtu, edhe nuk e di, tash kam përshtypjen se kam arrit disi t'i bashkëdyzoj këto. Do me thënë muzikën me njën, poezin që ashtu në anën tjetër, po edhe shkencën, për shumë studentëve të mi, studentët e dinë se unë kryesi gjithmonë kam dhënë lanë të cilët janë të lidhura me filozofin dhe sociologjin, jo me politikologjin, asë njerës kam qenë antari do një partije politike, kam pas shumë ofertë, po s'kam qenë, që ashtu se kam pa vetën aty. Edhe
e marrë drejtën do njerë edhe kështu bashkë si profesor i filozofisë, sociologjisë, dhe e kritikoj njerëzit që janë politikë, fenomenet, unë vetën e quj fenomenolog. Asë njerë emën mbi emën nuk e, ma kur e shoh se dikush ka bon, le tjetë kryeministër, le tjetë deputet, le tjetë kush tjetë, kur e shoh se, si me dhënë, ka deviju për asaj vijës që duhet të ndjek, e qes në Facebook shkrujnë librat e mija, baj qasja, baj vështri, baj punime shkencore dhe nërë për ato fenomene. Edhe landët të cilët që thash i përfatsoj i mbaj për shumë në universitet, gjithmonë janë të lidhura me kulturë dhe me artë. Asë njerë nuk maj landë, si me thonë kështu, me politikë, diçka, që shemë hyrje në sociologi e maj, teoritë shoqërore i maj, të aty në filozofje, Sokrat, Platon, Aristotel, në përko qëfar mendime kanë pas për shoqërinë, cilet kanë qenë modelet e tyre që njerëzit jetojnë sa ma mirë, që shti ndërtojnë shtetet e lumtur ato, shtetet ideale. Në më thonë, tema cilet i konsideroj se janë dobishme për njerëzit. Po ashtu edhe në sociologjinë e kulturës dhe artit, vazhdimisht i ka majtë, tash i maj me studentët, të dy landë. Do më thonë, gjithmonë të lidhura me kulturë, me artë, me poezi, me muzikë. Edhe kjo, si me thonë, ma jep mu një loj, jo vetëm kënaqësie, po edhe një loj vetë përmbushjeje. Po. Një loj lumëturie. E gjenë vetën ma tepër, sigurisht. Edhe jam i lumëtur për këta që. Prof, nuk kisha dasht me të lamë pat vetë, kur takoheni kështu, sa ja theni kangës në njerë këto, i rikujtojni këto hite. Po. Ta thamë të drejtën Samet, ne atje në Kumanov, ku veprojmë, unë edhe ku kam qenë, kam kriju kështu ambient për me gitarë me bo, edhe në Tetov kur kam qenë qashtu me shok, po edhe në Prishtinë kur punojsh në 10 vite atje në për universitete, u takojshim me disa shok, kur kishim pauza e bishin ata një gitarë, atë e bashim do serenada, që të i knojshim do kangë viteve 80-90, sigurisht edhe kangët e mija. Po në Kumanov për ndryshe ne mbajmë edhe kështu, me thonë, takime mitësore në për lokale. Për shumë miqti kemi, sonte do të vim me gitarë, edhe për ata mirë, njerëz aty ndëgjojnë, se për në njojnë, po dhe për vete, e shtrojmë pak tavolinën aty, me mezet mirë, me qashtu. Dhe fillojmë qashtu kangët e tonat, këtyne grupeve që thashtë, do njerë dhe populore, pak, e freskojmë, e ndrojmë pak zhanrin, po mendoj, bëjmë muzikë. Unë për shemë kërë më pysin, apo, këto janë vlerësimet e shokëve të mi. Për ndryshim prej disa shokëve që, për shembull, kanë lënë hitet të shkëlqyera në analet e historisë muzikës zbavitse në hapësira shqiptare, unë akoma jam pak ma aktiv do të tosha se disa shokë. Po pëse, se kam bërë dhe këto vitet e fundit edhe inqizime. Nuk e dia ke pa rastin. Do me dhënë, 2 kangë të cilet këto 2-3 vitet e fundit, njëna është një kangë sentimentale jashtë zakonisht e bukur. Në fund bisedës dhe ndëgjoni edhe shikosin. Vite kanë kaluar, ajo është një YouTube edhe një spot ashtë i banën për atë, edhe tani do të retën për ty. është kanga, s'po tha me fundit, se mësaj zoti me qene fundit, po tha ma e reja. Dhe ke një profesor imi, kur thush libri i fundit, dhe ke më mbaroj, kuna jo të mbaroj. Po si ma e reja, janë ato në YouTube, edhe do t'i kisha rekomandu krejt, po thamë këtu në adhuruzve të këngëve të mija, që ti ndëgjojnë se janë këngë jashtë zakonisht të mira, njëra është valcer i mirë, ajo tjetra është një serenad, një këngë shumë e bukur, tekst shumë i bukur, është ta din. Shka do të thotë se nuk jam aktiv si kur dikur, ama jo edhe që kam ngre dorë prej muzikës, se muzika është jeta jeme, muzika është disponimi jem, muzika faktikisht ma ushen shpirtin mu, po thamë, si kur se është trupi, pa shpirt, është vetëm një kombinimi eshtrave dhe mishit, s'ka impuls, s'ka jetë atë. Edhe për mu, pa muzikë nuk muj me imaginu jetën, vazhdim të shpia i kam 4-5 gitara, së një bimo si për para, po kur muj ka pak e hekim malin, ndër njerë me shok që ashtu. Shtu që si jemi largu komplet. Po të ndërprej, nuk ka qenë kesh ndo njerë kështu, që po ta tham ty kështu, let jetë kjo një propozim nga ana ime, jo vetëm une, po i mledhe dhe disa shok të generatës, me arë tu për shumë me gitarë edhe live me bojnë. Prof, përbes, atë deshta në funën e tapem, edhe adin si, ajo të jetë një premtim para shikuesve, dje kishim në emision
korin e Nexhmie Pagarushës nga Prishtina. Edhe disi në fund u dakordum që ato t'i kemi misafir në emisionin ton që të ekzekutojnë live. Shumë bukur. Por ja që do t'ua lam shikuesve një bezë, do t'ja japim që t'ju kemi misafir dhe do të ekzekutojmë këngë live. Me kënaqësi. Por do t'a bëjmë pa koncept, ashtu spontanisht del. Sa ma bukur del. Bukur del, pa program kështu edhe po. Unë mendoj se edhe dëgjues do të kënaqen. Ne bëjmë ashtu një ndej, me thon kështu po them tash ndonjë banket që do ta bëjmë ne, po siç thati spontanisht ku do të mlidhemi me një dy gitara këtu se na shumica unë edhe këtë po du kështu mos t'jes borx me thon. Kur më pyesin mu me shka dallojnë për shembull këngëtarët e gjeneratës time me këta të rit. Po. Unë e them kështu. Këta këngëtarë të ri, mos të midhnon, unë e prej natyrës jam çështu frym kritik, kam gjithmonë drejt. Atë që e kam në men, e tham në vend. Mas kur dalë s'folim. Gjenerata jonë interesant sa meri krejt të këngëtarët për cilët fole edhe Maqedoni, Shqiptarët edhe të Kosovës. Po ndoshta një pjesë edhe Shqipërisë, krejt çka kanë këndu, kanë ditë edhe në një instrumenti mira. Kanë shumë fenomeni. Shumë interesant, po. Sepse për ndryshe, si mundet një njeri mu bo për shembull kompozitor kur s'di asnjë instrumentit mira. Nuk kompozohet kënga veç me la la la. Do t'i akorde, do tone, notat mi gjetë. Edhe kur të vjen ai tjetri për shembull vjen klarinetit, a violinës, a saksofonit ose bas gitar, do tone, do notat, do akordet mi a tregu. Në çfarë tonaliteti kënga këndohet. Do të thonë i kam pa një pjesë të madhe, ka përjashtime, sigurisht, ama një pjesë e madhe prej tyre nuk din asnjë instrumenti mira. Do të thonë, përveç që s'din me shkrujt, sikur koha jonë që vetë i kemi shkrujt një tekst. Ajo ka qenë interesante. Këta pi blejnë tekstet, ose pi morin me ChatGPT, ne vetë i kemi kriju. Që këto këngët e mia, unë shpesh e them, merri këtë këngët e mia, e kam bo një jetë kismet, si t'jemi gjallë e shnosh në motë, do t'a baj një liber vetëm me këngët e mi, një liber për vetë. Për historinë e krijimtarisë time, edhe tekstet do t'i nxjerrë aty. Ato tekstet janë edhe në internet. Edhe, kur i lexon njëri për shumë tekstet e mia, unë po tham çaj që di me lexu edhe me kupti, beso se me njerë e krijon një fotografi për personalitetin e sunajt. E shet prirjen time për shumë për kriticizëm, e she për filozofi, e she prirjen time për romantik, e she prirjen time për shprehje të bukura të përzgjedhura. Se njëri, se cili prej neve mujnë me fol mirë, veç du të me mendu pak ma tepër. Sigurisht, e pastaj për me fol marrë, shumë edhe ushtron njëri, edhe që oratoria, kështu bëhat. Kështu që fatkeqësisht, po thamë, ndoshta dikush e merr pak ta si kritika, ma me keqardhje, po thamë. Në gjeneratat e reja nuk po shoh krijimtari. Nuk po shoh melodi të bukura. Vesh me na, do me thonë ma shumë instrumente dominojnë, edhe ata techno instrumente, se sa instrumentet e gjallë. Po ato po binë shpejt, prof. Ajo që tekstin vetë, muzikën e ke bo vetë, ashtu si ta ka ndi shpirti, e ke këndu mirë, interpretimi i bukur, mbetet gjallë. Jo rasisht ka me gjallë. Po ta mbështeti këte, për shembull unë ta thash prej modestisë, kur shkoj nuk, ma shumë i tham profesor jam, po kur hynë njerëzit pak e morin vetë se jam ai këngëtari sunaj. Edhe në Shqipëri shpesh shkoj, edhe që tash bile më kanë thirrë në Pogradec, Biseda, po më bëjke një mramje dikun ka Qershori me serenada, korçare edhe Pogradeci bojnë serenada, kuj se ka ditë du të ditë. Po zatën e janë afer. I thojnë kong liqenja, Pogradeci. Bus liqeni, Pogradeci. Edhe në kanë thirrë edhe mu që shkoj atje me një dy këngë të prezentohen, bile do ta marrë edhe një shok me veti, ta shok kënë do ta marrë. Dhe, për shembull, e analizojnë ndonjëherë se sa bukur pe lidhin atë kështu. Edhe poezi recitojnë, a edhe ambient muzikor bajnë. Kjo është një inspirim që edhe te ne duhet dikush të filloje me bo qështu. Po për shka pe tham këte? Se gjeneratat e reja, për shembull, edhe njerë pe tham, janë bo sikur sklever të
të teknologjisë. Edhe me ato sempla non-stop për shembull tu i kombinu dhe kështu po bojnë, po shive, Lulja Kujtimit është incizuar 1994, që 31 vjet pi bën. Hala ndëgjohet. Që mu më kanë thirë tash si këngëtari i hitit të madh Lulja Kujtimit, mos më njohin si profesor atje. Unë në Pogradet s'kom bajt mësim. Do me thonë, më kanë thirë si këngëtar i hitit. Tash po thonë, për shka? Pse e kam bjetu kohën. Unë thamë, janë do këngë, do tekste jashtë kohore. Sikur që të tregovat punën e aeroplani që e depërton orbitën edhe dele shponat zërin. Edhe këtu, do me dhënë, këto këngë që vetëm 5 minuta që më këngë, ose teleksit që i ka ndojet, do tjere në Kosovë, mos që përmenin plot, hite, e kanë realizu vetën si të tilë dhe generatat shkojnë vinë, ndryshojnë ritmin, ndryshojnë zhandret, ndryshojnë emnat, ama këto këngë nuk po vdes. Nuk vdes. Fakti po thamë që mu s'po më njofin, ama këngën për njojnë, po më thirin hala. Tregojnë si do me dhënë, e ka realizu kënga vetën, se teksti është i mirë, i bukur është, sentimental është, po edhe këndimi edhe melodia është e këndshme është. Po edhe interpretimi ka qenë jo i bëm artificial, kanë qenë teknika e tillë që ke dash, u ka dash ta japsh më të mirën nga vetvetja që të del diçka e mirë. Tash po të bëjnë këngëtar ndoshta nëpërmjet teknologjisë. Tash edhe njeriu që s'di me këndu e bëjnë këngëtar. Tash mos thim në ato detaje, di se ti kupton, po dikush për shembull për shikuesën ndoshta se di. Tash mjafton vesh me bëni pak me lishu një zanore, e regjistrojnë ata, edhe për shembull pi asaj zanorës përmes teknikave speciale, programeve speciale, edhe instrumentet që për shembull i bojnë qashtu në mënyrë kompjuterike, ta bojnë një kompozim që ti çuditësh, ajo më tuk në ajo, veç një aje e këndu. Po koha jonë si ishte ashtu. Koha jonë thash, ishte qashtu që kush di me këndu, e provon, nëse opinioni për shembull e pranon, unë mendoj se e kanë pranu opinioni, vetë fakti që ka akoma njerëz që e ndëgjojnë, se shive, filtri më i mirë është publiku. Sigurisht. Nuk është filtri më i mirë sa ka fitu një këngëtar ose sa CD-ja i ka bo, sa albume i ka bo. Po sa kanë me të pavdekshme ato hite. Këto janë ato. Ju e dini, ka për shembull në historinë e muzikës njerëz që ke 2-3 këngë kanë bo, ama e kanë bo një hit, shembull që Gjevatqenën ta marrim. Ato hite që 2-3 këngë ka bo krejt, ama janë legjendare janë ato këngë. Janë bo si hymne janë bo. Kanë qenë një 40 si kur të mbulume pak me, ama u rizgjun ato. Se janë bukre janë ato këngë. Prof, do të alëm të takimin atëherë kur vetëm mua ju premtum shikuesve, duke të shiruar shëndet. Faleminderit. T'ju kemi mirë e shëndosh dhe të kemi këshu me gjithë këtë vullnet mirë. Faleminderit. Dhe përsëri takimin të alëm bashk, ata e realizojmë të jemi shëndosh gjatë verës, po pse të mbetën edhe ato një incizim i bukur në arkivën tonë të televizionit. Absolutisht, po. Vetëm veprat njeriu ne bëjnë të pavdekshëm. S'ka njeri të pavdekshëm, veprat mbeten të pavdekshëm. Sigurisht. Faleminderit për kohën. Rrofshim dhe këndofshim. Patjetër. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. U kënaqëm me bisedën e bukur, shpalosëm nostalgjinë, shpalosëm të gjithë ato mos themi se vështirësi, po me të vërtet kanë pat vështirësi për të arrit ai kulminacioni i karrierës, por ja që vullneti, puna e ka bërë që ato sot ne ti ndëgjojmë, ti kemi mysafir, të kënaqemi me këto personalitete tona. Takimi jon do të jetë me të ftuar në të gjitha emisionet me kaq mysafir të mirë dhe mysafir me të cilët mburemi. Faleminderit edhe, prof.